Po të kishte interesa personale, do të pranonte marrëveshja dhe më herët. Jo, nëse nuk do të kishte interesa personale, ai do të jepte dorëheqje pas dështimeve. Këto tjerat janë lojnat fjalëve për me fitu një situatë re. Na gjithë mendum se do ta shpëtoj Vjosa Osmani, edhe ai e pati atë shpresë, e qiti Vjosën përpara, ja mbante çantën asaj, në për tubime kishte shumë asi pamje të keqe se ai faktikisht ishte si sekretari Vjosës, se ai mundoi me shpëtu lkurën e vetë. Qenë kandidat për kryeministër. Ishte kandidat formal, sa e di se nuk do ta ketë atë pozitë kurrë, sepse a është temë, a mund të diskutohet tash në marrëveshje potenciale VV-LDK pas krejt të këtij debatit sonte? A bjen si ide? Tash masi dhe dega, përpos këtyne dy degëve dhe dega dytë e Prishtinës, ajo është dega më e fortë, ajo është degë shumë stabile, është aty, ajo ka thuja rolin kryesor në Prishtinë, prej aty në 5 degëve, asa janë në Prishtinë, dhe masi dhe ata i dolën kundër, unë mendoj se ai duhet me reflektu dhe duhet me ecë. Dhe ata janë baza e LDK-s thuja dhe nivel të Kosovës. Fakt se LDK janë pej është e fortë dhe gaze i fiton zgjedhjet dhe sa herë donë, jo dhe 4, po dhe 4 herë tjera, 8 herë i fiton gazi, nëse i punon shëndeti dhe ka ambicje me bet pushtet. Mirë po, dega e dytë e Prishtinës është shumë interesant se ajo degë arrin me mujt vetë vendosën në përparim Ramën. Ajo është dega kryesore e cila luan rolin kryesor edhe me kuadro, edhe me njerëz, edhe me cilët e përkrahin në përparim Ramën. Kelmendi, a